Deputetët e Kuvendit të Kosovës dështuan për herë të dytë që të zgjidhin Albulena Haxhiun nga lëvizja vetëvendosje në postin e kryetares. Në votimin e dytë, Haxhiu mori 57 vota, 19 kundër dhe 3 abstenime. Propozimi nuk kaloi dhe kryesuesi Avni Dehari ndërpreu seancën për 48 orë. Pra ai radhës do të mbahet ditën e hënë në orën 15. Glau Konjufsa i lëvizjes vetëvendosje propozoi që të votohet Albulena Haxhiu për postin e kryeparlamentares pas dështimit në tentativën e parë. Ju luz të mbështetni këtë propozim sepse vetëm kështu nuk bllokoni konstituimin, tha Konjufsa, duke theksuar se vetëm partisë fituese të zgjedhjeve, në këtë rast lëvizjes vetëvendosje, i takon propozimi i kryeparlamentarit. Megjithatë, ajo dështoi. Por si u votua? Pro zgjedhjes së Haxhiut si kryeparlamentare votoi Nenad Rashish, partia e së cilit ka siguruar një nga 10 ulëse që u takojnë përfaqësuesve të komunitetit serb. Haxhiun e votuan të gjithë deputetët e pakicave jo serbe, përveç Duda Baljes dhe Veton Berishës. Ndërkohë, PDK-ja, Lista Serbe dhe disa deputetë të AK-s morën pjesë në votim. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj e lëshoi sallën para se të niste votimi, pasi dështoi zgjedhja e Haxhiut si kryeparlamentare. Seanca mori një pauzë e më pas u votua për së dyti. Ndërkohë, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka reaguar pas seancës së sotme të Kuvendit të Kosovës, ku dështoi zgjedhja e kryetares së re Albulena Haxhiu në një postim të bërë menjëherë pas zhvillimeve në Kuvend. Abdigjiku përgëzoi deputetët e LDK-s për qëndrimin e tyre, duke thënë deputetëve të betuar të LDK-s dalshin faqebardh, urime dhe të gjithë deputetëve të betuar të Kuvendit të Kosovës. Ai shtoi se seanca e sotme i ka bërë të qarta arsyet e bllokadës institucionale që sipas tij kanë zgjatur deri tani. Perdet sotëran, numra tupan, metodë dhe arsyet e bllokimit institucional deri tash, shkroi Abdigjiku. Kreu i LDK-s theksoi se pas dorëheqjeve verbale të pranuara nga Komisioni Verifikues dhe krijimit të rrethanave të reja, është rekomanduar verifikimi i mandateve të reja, ndërsa ritheksoi përkushtimin e partisë së tij për të mbrojtur rendin kushtetues. LDK do të vazhdojë të kujdestaroj dhe mbroj kushtetutën para betimit e pas betimit si sjellje, si besim. Në fund të reagimit të tij, Abdigjiku lut për vendin dhe qytetarët. Zotje bekoft Kosovën dhe popullin ton, ka shkruar ai në rrjetet sociale menjëherë pas dështimit të dytë të votimit si kryeparlamentare të Albulena Haxhiut. Nova Demokratska stranka, një deputet. Za slobodu, pravdu i opstanak, një deputet. Koalicija Vakat, një deputet. Partia Liberale Egjiptiane, një deputet. Social-Demokratska Unia, SDU, një deputet. Partia e Shkalive për Integrim, një deputet. Jedinstva Goranska Partija, një deputet. Partia Rome e Bashkuar e Kosovës, një deputet. Komisioni ka konstatuar vlefshmërinë e mandateve të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, sipas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve numër 09-794/2025, datë 27 mars 2025, për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të mbajtur me 9 shkurt 2025, së bashku me listën përfundimtare të deputetëve. Në seancë konstituive të nderuar deputet janë të pranishëm 120 deputet. Andaj, Komisioni mbështetur në dokumentacionin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të mbajtur me 9 shkurt 2025, së bashku me listën përfundimtare të deputetëve, i rekomandon seancës konstituive me vota unanime të anëtarëve të komisionit të përfaqësuar nga subjektet politike parlamentare në Kuvend që t'i vazhdoj punimet sipas agjendës së parapar me rregullorën e Kuvendit. Ju faleminderit. Faleminderit. Të shohim edhe numrin e të pranishmëve. Në seancë janë të pranishëm 119 vetë, edhe mund të procedojmë tutje.